Christian Shpendi ka gjetur sërish golin në Serie B me fanellën e Cezenës, por këtë radhë festa e tij ka shkuar dëm. Sulmuesi shqiptar ka shënuar në pjesën e dytë të ndeshjes ndaj Monzës, por gjërat nuk shkuan siç shpresonte ai. Ishte vetë Shpendi ai i cili nisi aksionin sulmues me një devijim me kokë dhe pastaj shkoi në pozicion duke pritur pasimin për të shënuar si një gjatar i mirë fillzone. Ai festoi poshtë tifozëve dhe me shokët e ekipit këtë gol që do të kishte sigluar barazimin e përkohshëm të ekipit të tij. Por më pas festa u ndërprer pasi goli i Shpendit u anulua për pozicion jashtëloje, duke i hequr atij gëzimin e kësaj rrjete të tundur e duke e lënë në kuotën e 5 golave në këtë sezon, po ai sa vëllai i tij Binjak Steven, me të cilin ka një garë në distancë.